Tani lideri suprem i Iranit është treguar mjaft I qartë në shumë raste që amerikanët janë të pabesueshëm, pra nuk mund të besohet atyre dhe gjithmonë është treguar, le të themi, në mënyrë të sillet në mënyrë reciproke me amerikanët, pra në rast se ju do sulmoni, ne do të sulmojmë. Edhe nuk është stepur kurrë në raste të tilla. Edhe mbi të gjitha, ajo që zbatohet në Iran me sa shihet është urdhri I tij kur vjen puna për luftë. Sepse garda revolucionare e Iranit komandohet është direkt në urdhrat e liderit suprem, pra Ali Khamenei Ayatollah. Zoti Kokomani, po ngushtica është mbyllur e Hormuzit? Ngushtica e Hormuzit thonë që është mbyllur dhe kalojnë vetëm me lejen e iranianëve. Tani pritet reagimi I Amerikës, si do të reagojë Amerika. Kjo do të varet gjithçka nga reagimi I Trumpit. Në rast se Trumpi do të kundërpërgjigjet, atëherë do të kemi një eskalim të madh të luftës. Zoti Kokomani, do të minohet sipas iranianëve ngushtica e Hormuzit, gjithashtu edhe nga ana e Jemenasve, Houthit, kanë thënë që do të bëjnë atë punën e tyre në ngushticën e Bab el Mandeb. Dhe pastaj do të kemë një zgjerim të madh të luftës, sepse nuk është gjë e thjeshtë të bllokosh. Pra prisim një zgjerim edhe në vendet e tjera, nëse do ndodh ky skenar. Me sa duket, kështu do ndodh sepse të bllokosh atë gjirin persik, pra dalje nga gjiri persik, do thotë të bllokosh 20% të naftës, që prek interesat e shumë vendeve në botë. A është kënaqur Teherani me mbështetje nga Moska dhe nga Pekini? Pra kush janë aleatët në këto momente të vështira? Irani e di mjaft mirë që nuk mund të mbështetet tek të huajt, dhe është munduar gjithmonë që të krijojë një industri të fuqishme vendase, që të mos jetë I varur nga të huajt, sepse në luftën që ka zhvilluar me Iraku nuk është ndihmuar nga askush, vetëm se nga regjimi I Sirisë. I cili ra? Babai I Asadit. Po nga Turqia, si shikoni reagimin e Turqisë? Si është parë në Teheran? Turqia më së shumti vetëm bën deklarata, nuk është se vepron ndonjëherë, dhe vetë pozicioni pra që është pjesë e NATO-s do thotë që është me Izraelin dhe është pro perëndimin. Është në frontin perëndimor, le të themi. Ti je pjesë e NATO-s do thotë ti je kundër Rusisë, ti je kundër Iranit dhe kundër vendeve të tjera lindore. Zoti Kokomani, për të shpjeguar ndoshta më thjesht, po vendet arabe përse nuk janë krah Iranit në këtë moment? I kanë darë ekonomia, ajo që tham pak më lart, marrëveshjet e ndryshme me Shtetet e Bashkuara, me vendet e tjera? Në lindjen e mesme në përgjithësi ka mosmarrëveshje mjaft të hershme, që janë mosmarrëveshje fetare. Pra kemi dallimin Shia-Sunni, ku Irani akuzohet se ka bërë, le të themi, krime në Siri nga pala sunite, ndërkohë që Irani bën thirrje për bashkim, pra për vëllazëri. Gjithashtu edhe sunitët në përgjithësi janë pro bashkimit, pra pro bashkimit të muslimanëve, të jenë të gjithë të bashkuar, por sigurisht ka dhe fragmente pastaj ekstremiste të cilët mundohen të krijojnë përçarje. Pra është ajo që thamë në fillim, fanatizmi, egoja dhe ata që janë në kërkim të pasurisë, të pushtetit, që krijojnë dhe përçarjet. Zoti Kokomani, është temi fetar. Por që në masat popullore njerëzit nuk është se e do njëri luftën, nuk e dëshiron luftën, nuk ka në Iran për shembull, ka edhe hebrej, ka edhe sunit, e gjithë jetojnë të lumtur me njëri tjetrin, nuk kanë asnjë lloj problemi. Zoti Kokomani, dhe diçka të fundit kam. Ju si jeni ndjerë gjatë këtyre viteve atje dhe opinioni për raportet me Shqipërinë, sepse ambasadat ne I mbyllëm para në 2022 mos gaboj. Shqipëria është një vend I vogël, dhe duke qenë një vend I vogël dhe I pafuqishëm, ndonjëherë edhe detyrohet të bëjë disa veprime që edhe nuk I dëshiron. Edhe një nga veprimet që nuk besoj se Shqipëria ka dëshiruar është shkëputja e marrëdhënieve me Iranin. Dhe kjo për shkak të një grupi që kanë sjell atje në Mans,
pra një grup që e konsideron veten opozitë të Iranit, por që në Iran konsiderohet një grup terrorist, dhe gjithashtu edhe nga amerikanët dhe Bashkimi Evropian më parë ishte në listën e organizatave terroriste. Dhe i vetmi problem që ekziston sot mes Shqipërisë dhe Iranit është thjesht ekzistenca e tyre atje në mënyrë të tillë që edhe përdorin territorin e Republikës së Shqipërisë për të sulmuar, për të bërë sulme kibernetike, gjëra të ndryshme, qoftë sulme terroriste brenda në Iran. Në Shqipëri kanë munguar analistët që thonë që Irani mund të hakmerret për lushuar ndaj raketë edhe në Manës kundër tyre. Nuk besoj se e bën diçka të tillë, sepse iranianët e dinë që populli shqiptar është i pafajshëm në këtë mes dhe nuk ka faj banorët e Manzës për ekzistencën e atyre personave atje. Dhe iranianët në përgjithësi janë një popull që nuk u bën padrejtësi të tjera. Pra, në rast se nuk u bie në qafë, pra, të me fjalë popullore, në rast se nuk i ngacmon, ata nuk merren. Në përgjithësi janë njerëz të respektueshëm, njerëz mikpritës, njerëz të dashur. Ju, si jeni ndjer këto vite andej dhe mas mbylljes së raporteve mes shteteve? Ka pasur në episod? Në moment që jeni prezantuar si shqiptar? Në fakt njeriu është si të sillesh, në rast se ti shkon për të bërë gjëra të palejueshme, sigurisht që do të kesh shqetësime kudo që të vesh. Por në rast se shikon punën tënde dhe ndjek atë që ke dëshirë, për shembull studimet, nuk ka pse të shqetësoj njëri. Qoftë në Shqipëri, qoftë në Iran. Pra nuk keni pas probleme tilla. Po nuk mund të kemi probleme sepse është njeriu në rast se nuk kërkon probleme, nuk do t'i gjej ata. Shqiptar të tjerë ka, jeni ndjeni? Po ka shqiptar, janë disa familje. Në përgjithësi janë të përqendruar në Tiranë. Zoti Kokomani, të falenderoj shumë për bisedën. Të lutem, ishte një kënaqësi.